Në traditën tonë islame dhe në Kuranin e Shenjtë, niyeti, qëllimi apo synimi nuk është thjesht një pjesë lytësore, por është shpirti dhe realiteti i veprës. Pa niyet hynor, vepra është si një trup pa jetë, i cili edhe pse lëviz në dukje nuk arrin dot në destinacion. Në Kuranin famëlar, vendi i niyetit është shumë i rëndësishëm. Kurani ka theksuar shpesh se kriteri për pranimin e veprave është të qenit i sinqert për Zotin. Pra, nëse ne kryejmë një vepër, atë duhet ta kryejmë vetëm për hir të Allahut, pra niyeti të jetë i pastër. Nga këndvështrimi i Kuranit dhe hadithit të profetit Muhammed dhe Ehli Bejtit, ne do të shikojmë se sa rëndësi ka nëse ne kryejmë një vepër dhe për kë e kemi patur niyetin, pra destinacioni i tij për kë është. Në Kuranin famëlar, niyeti lidhet me konceptin si ihlas, pra sinqeritet, ose kërkimi i kënaqësisë së Allahut dhe synimi. Në Kuran theksohet se vlera e veprave varet nga niyeti që fshihet pas tyre. Po cili është kriteri i pranimit të veprës? Allahu në Kuran thekson vazhdueshmërinë e niyetit. Nëse ne kryejmë një vepër, pra niyeti të jetë i pastër nga fillimi deri në fund. Në këtë mënyrë, çdo vepër që ne kryejmë, ajo do të jetë e shpërblyer. Në surën El-Beine, ajeti 5, lexojmë: E ata nuk urdhëruan me tjetër pos që të adhurojnë Allahun, duke qenë të sinqert në adhurim të fesë së tij, larg besimeve të kota, ta falin namazin dhe ta japin zakatin, ajo është feja e drejtë. Në ajetin kuranor kuptojmë se thelbi i niyetit është sinqeriteti, larg devijimeve.